A e dini se sipas një studimi ndërkombëtar për vitin 2026, shqiptarët rezultojnë të jenë populli më inteligjent në gjithë Ballkanin? Po, sipas të dhënave të publikuara nga testi ndërkombëtar i inteligjencës International IQ Test, Shqipëria renditet e para në Ballkan, duke lënë pas shumë vende të rajonit dhe madje edhe disa nga shtetet më të zhvilluara të Evropës. Por çfarë do të thotë kjo në të vërtetë? Dhe si është e mundur që një popull i vogël me një histori të mbushur me luftra, pushtime dhe sfida të mëdha të renditet kaq lart në inteligjencë? Para se të vazhdojmë, nëse ju interesojnë histori të tilla që tregojnë madhështinë dhe potencialin e kombit ton, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike. Sipas renditjes së fundit globale për vitin 2026, Shqipëria ka një nivel mesatar të IQ-s apo inteligjencës prej 101, duke u renditur vendi më inteligjent në Ballkan. Pasaj vjen Serbia me 99.83, ndërsa Greqia renditet e treta me 99.55. Mëtej lista vazhdon me Kroacin 99.32, Maqedoninë e Veriut 98.88, Rumanin 98.88 e Malin e Zi 98.43. Ndërsa në fund të listës në rajon renditen Bosnia dhe Hercegovina me 97.13 dhe Bullgaria me 96.54. Këto shifra tregojnë se shqiptarët nuk janë vetëm në krye të Ballkanit, por edhe mes vendeve më inteligjente në Evropë dhe në botë. Në renditjen globale mes 137 shteteve të botës që kanë qenë pjesë e këtij hulumtimi, Shqipëria zë vendin e 22. Kjo do të thotë se sipas këtij studimi, shqiptarët lënë pas shumë vende të mëdha dhe të zhvilluara si Zvicra, Italia, Franca, Holanda, Belgjika, Suedia e të tjera. Madje në Evropë, Shqipëria renditet e 7 për inteligjencë, pas vendeve si Rusia, Spanja, Qipro, Mbretëria e Bashkuar, Slovenia dhe Bielorusia. Këto të dhëna bazohen në testin ndërkombëtar të inteligjencës International IQ Test, ku morën pjesë mbi 1.350.000 persona nga e gjithë bota. Testet e IQ-s janë testet të standardizuara që matin aftësinë e një personi për të zgjidhur probleme, të analizuar informacion, për të menduar logjikisht dhe për të kuptuar modele komplekse. Sa më i lartë rezultati, aq më i lartë konsiderohet niveli i inteligjencës. Megjithatë, studiuesit theksojnë se këto rezultate lidhen edhe me faktorë të tjerë si cilësia e arsimit, mundësitë ekonomike, qasje në dije dhe teknologji dhe kushtet sociale në një vend. Nëse shikojmë historinë e shqiptarëve, kjo nuk duket as pak e çuditshme. Ky është një popull që nxorri figura të jashtëzakonshme në histori. Por kur flasim për inteligjencën e shqiptarëve, nuk mund të shohim këtë vetëm si një statistikë moderne. Në fakt, historia e shqiptarëve është e mbushur me shembuj që tregojnë një traditë gjatë të zgjuarsisë dhe mendimit strategjik. Që nga koha e lashtë, fiset i lire njihen për aftësinë e tyre në organizim dhe strategji. Historianët e antikitetit përshkruanin ilirët si luftëtar të zgjuar dhe të aftë për të përdorur terrenin, diplomacinë dhe taktikat ushtarake në mënyrë të jashtëzakonshme. Mbretër si Bardhyli, Agroni dhe sidomos mbretreshat e Uta arritën të krijonin një fuqi detare që sfidoi vetë Republikën Romake. Shekuj më vonë, kjo zgjuarsi strategjike do të shfaqej edhe më qartë me figurën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Ai nuk ishte vetëm një luftëtar i madh,
por një strateg I jashtëzakonshëm. Për më shumë se 25 vjet, ai arriti të përballojë perandorinë më të fuqishme të kohës, perandorinë osmane, duke përdorur taktika që edhe sot studiohen në akademitë ushtarake. Por inteligjenca shqiptare nuk është shfaqur vetëm në luftë, ajo është shfaqur edhe në kulturë, shkencë dhe mendim. Mjafton të kujtojmë figura si Naim Frashëri, Fajkonica, Fannoli, njerëz që jo vetëm zotëronin disa gjuhë të botës, por edhe ndikuan në politikë, kulturë dhe diplomaci ndërkombëtare. Edhe në kohët moderne, shqiptarët kanë treguar aftësi të jashtëzakonshme në shumë fusha, nga shkenca dhe teknologjia, deri tek biznesi dhe arti. Në shumë vende të botës, shqiptarët janë dalluar si studentë të shkëlqyer, profesionistë të suksesshëm dhe si përmarrës inovativ. Kjo tregon se inteligjenca një populli nuk lind rastësisht. Ajo është rezultati një historie të gjatë përpjekjesh, mbijetese dhe adaptimi. Shqiptarët për shekuj kanë jetuar në kushte të vështira, shpesh pa shtet dhe pa institucione të forta, por pikërisht këto sfida I kanë detyruar ata të zhvillojnë një aftësi të veçantë për të menduar shpejt, për të gjetur zgjidhje dhe për të përshtatur me çdo situatë. Edhe pse për shekuj të tërë shqiptarët kanë jetuar nën pushtime dhe kanë pasur shumë pak mundësi për arsimim, ata gjithmonë kanë treguar aftësi të jashtëzakonshme për të përshtatur, për të mësuar dhe për të mbijetuar. Megjithatë, shumë studiues thonë se potenciali intelektual I shqiptarëve shpesh nuk është shfrytzuar plotësisht, për shkak të emigrimit të madh të trurit, problemeve në sistemin arsimor dhe mungesës së investimeve në shkencë dhe teknologji. Imagjinoni vetëm për një moment, çfarë mund të arrinte ky popull nëse ky potencial do të përdorej plotësisht. Në fund të fundit, inteligjenca nuk është vetëm një numër në një test. Ajo është mënyra si një popull mendon, krijon, ndërton dhe mbijeton në histori. Dhe shqiptarët kanë treguar vazhdimisht se janë një popull që pavarësisht vështirësive gjejnë gjithmonë mënyrën për të ngritur kokën dhe për të ecur përpara. O ju çfarë mendoni? A e përfaqëson ky rezultat potencialin e vërtetë të shqiptarëve, apo mendoni se shqiptarët mund të arrijnë edhe shumë më tepër nëse investohet më shumë në arsim dhe dije? Shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.